Në Lushnjë është goditur rasti i parë i dyshuar për krim zgjedhor në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Policia njoftoi arrestimin e 38 vjeçarit Marin Leka, i cili dyshohet se ka marrë një shtetasi kartën e identitetit dhe i ka premtuar para në këmbim të votës për një subjekt politik. Sipas hetimeve të kryera nga policia në bashkëpunim me Prokurorinë e Fierit, Leka akuzohet se ka tentuar të blejë votën në favor të Partisë Demokratike të drejtuar nga Sali Berisha. Denoncimi u bë nga qytetari Muharrem Toska, i cili deklaroi se ka premtuar 500.000 lekë të vjetra në këmbim të votës dhe se Leka i kishte kërkuar kartën e identitetit. Burimet thonë se pas kallëzimit policia ka ndërhyrë me njëherë dhe i ka gjetur Lekës në xhep kartën e identitetit të Toskës. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse Toska e ka dorëzuar vetë kartën Lekës dhe më pas ka kryer kallëzimin për të provokuar arrestimin. Edhe pagesa për votën sipas policisë është ende në kuadër të një premtimi dhe jo një akt konkret. Skema e përdorur e njohur gjatë fushatave konsiston në marrjen e dokumenteve për të penguar votuesit të shkojnë në qendrat e votimit. Sipas kritikëve, policia duke se fokusohet kryesisht tek opozita, duke lënë mënjan denoncimet për mazhorancën, siç ndodhi edhe në rastin e Fredi Belerit në vitin 2023. Dosja e Marin Lekës tashmë është referuar prokurorisë së posaçme për korrupsion aktiv në zgjedhje dhe përdorimin e palishëm të dokumenteve.